Njerëzit sot përpiqen të vishen në të njëjtën mënyrë, si vishet dikush tjetër, përpiqen të përshtaten modës, për arsye që të duket sikur janë pjesë e të njëjtit komunitet. Përpiqen që t'i lyejnë flokët me të njëjtën ngjyrë, meqense tashmë ka dalë në modë dhe duan të duken njësoj si të tjerët. Shkojnë dhe bëjnë operacione plastike pa e kuptuar nëse vërtet ka nevojë për atë gjë, vetëm e vetëm që hunda e tyre të jetë një hundë e vogël Barbie si shumë vajza të tjera. Apo ndjekin të njëjtën shkollë, të njëjtin studim shumë persona, vetëm sepse prindrit e tyre mendojnë se të qenit doktor apo të vazhdosh juridikun do të thotë që ti do të kesh sukses. Pra shumë veta nuk i pyesin veten e tyre vërtet se çfarë duan që të arrin, se kush duan që të jenë, se si duan që të vishen, se si duan që të duken, se cilat janë idetë e tyre, se si ata e shikojnë botën, por përpiqen që të bëjnë të njëjtën gjë me të tjerët. Dhe në rast se ju bëheni pjesë e turmës dhe bëni të njëjtat gjëra si turma, mos prisni që rezultatet tuaja të jenë të ndryshme. Mos prisni që ju të bini në sy, mos prisni që ju të jeni ndryshe nga të tjerët. Ju përshëndes, përpiquni të jeni vetvetja, tregoni se kush jeni pa pasur frikë nga qenia juaj. Jeni unik, mund të jeni një gjeni në rast se ju nuk përpiqeni të kopjoni dikë tjetër, por vini në jetë me të vërtet atë çfarë zëri juaj i brendshëm ju thot se duhet të bëni. Kalofshi mirë.